Vëllezër e motra, në këtë vit feste Krishtlindjes përputhen me përfundimin e jubilesës së shpresës. Krishtlindja na kujton që shpresa e krishterë nuk është një ide, por ka një fytyrë, një njeri, një histori. Zoti që afrohet, Zoti që dëshiron të vijë për të qëndruar me ne, për të banuar me ne. Mos e harrojmë që Jezusi është Emanueli, që do thotë hy me ne. Zoti ka ardhur në botë, nuk ka pasur frikë nga brightësia jonë, por erdhi për të marrë këtë brightësi e për të na shpëtuar. Edhe kur në ne bizotëron indifferenza, edhe kur duket se nuk ka vend për të brenda nesh, Krishtlindja na kujton se Zoti nuk tronditet nga kufizimet tona. Ai hyn pikërisht aty ku është më errët, sepse asnjë errësirë nuk mund të shuaj dritën e tij. Ky është rivolucioni i Krishtlindjes. Zoti zgjedh jetën tonë të përditshme si vendin e tij të veçantë për t'u bërë i pranishëm. Si të krishterë, jemi të thirrur të ndajmë këtë shpresë me të gjitha, përmes një stili jetese që kundërshton indifferencën, shtypjen, dhunën dhe çdo formë egoizmi. Besimi ynë na fton të ndërtojmë një qytet me marrëdhënie të reja, ku tjetri nuk është kundërshtar, por vëlla. Një qytet ku të vuajturit nuk lihen vetëm, ku e mira e përbashkët vlen më shumë se interesa personale, ku digniteti çdo personi duhet dhe vlerësohet. Krishtlindja bëhet kështu një ftesë për të gjithë, besimtar dhe jo besimtar, për të ripërtërirë atë që na bashkon, dëshirën për paqe, drejtësi dhe vëllezëri. Vetëm kështu shpresa nuk do të mbetë një dëshirë, por do të bëhet një rrugë konkrete për qytetin dhe dioqesin tonë, një farë që vazhdon të jap fryte me kalimin e kohës. Duke përfunduar viti jubilar i shpresës, dioqesa jonë e Shkodrës, së bashku me gjithë kishën në Shqipëri, po përgatitet të përjetojë një vit të ri hiri në rastin e 130 vjetori e shpaljes së zojës së Këshillit të Mirë si pajtoria e Shqipërisë. Është një kohë e bekuar që na fton të shikojmë të ardhmen me mirënjohje dhe bekim, që të jemi të udhëhequr nga prania amnore e Marisë. Të fillojmë këtë vit të ri në shikimin e saj është një hir i veçantë. Maria është ajo që pranoi Zotin me parë në zemër e pastaj në trup. Besimi i saj ishte shtëpia e parë e Zotit, tempulli i parë kur fjala gjeti shtreh. Me punë e saj, ajo hapi një rrugë të re për njerëzimin, duke u bërë shërbëtore e Zotit dhe të njëjtë kohë nana që soli shpëtimtarin në botë. Kjo basilike e zojës së Këshillit të Mirë, në hyrjen të qytetit të Shkodrës, qëndron si shenjë pranisë së Marisë, që i mirëpret dhe i shoqëron të gjithë ata që hynë e dalin. Shkodra, me bukuritë, historinë, plaget dhe sfidat e saj bashkëkohore, ka nevojë të shoqërohet dhe të ndihet e ruajtur nga ky shikim amnor. Ndryshimet shoqërore, emigrimi që ndan shumë familje, vështirësitë ekonomike, vetmia e të moshuarve, brightësia e të rinjve që kërkojnë drejtim dhe të ardhmen, na prekin thellë. Të gjithë
institucionet civile fetare, shoqatat dhe qytetaret e thjeshtë, jemi thirrur të angazhohemi dhe të japim kontributin tonë, që qyteti ynë të bëhet gjithme më shumë një komunitet që mirëpret, mbron, edukon dhe mbështetet me të dobtit. Një qytet ku ungjilli i paqes, drejtësisë, solidaritetit dhe dashurisë të zbatohet në zgjedhjet e përditshme dhe në përgjegjësitë e secilit. Në këtë vit kemi kujtuar 35 vjetorin e kremtimit të Meshqes së parë pas diktaturës, e ky ka ndodhur pikërisht këtu, në këtë vend, që nuk është vetëm një varresë, por është shenjë forte e ringjalljes së kujtesës. Këtu grumbullohet është e martirëve dhe guximin e një popull që edhe me përsekutimit ka ruajtur besimi. Këtu drita e ungjillit rifilloi të shkëlqej pas errësirës. Një errësirë që kishte mbjell frikë, kishte mbjell dhunë, kishte mbjell edhe vdekjen. Krishtlindja na kujton se ajo dritë nuk është shuar kurrë. Lindja e Jezusit është fitoria përfundimtare e dritës së mbi errësirën. Jo vetëm në historinë e kaluar, por edhe mbi errësirat tona të tashme. Frikrat që mbajnë në zemër, pasiguritë e kohës së sonë, plagët e shoqërisë që ende nuk janë shëruar. Çdo vit, Krishtlindja na përsërit se Zoti, në brishtësinë e një fëmije, hyn pikërisht aty ku duket e pamundur të shpresojë. Krishtlindja na fton të bëhemi dëshmitar të kësaj drite, një komunitet që kujton të kaluaren me mirënjohje e respekt dhe njëkohësisht di të shikoj të ardhmen me guxim dhe shpresë. Ju të dashur vëllezër e motra, edhe ju shqiptarët e diasporës, ju drejtoj urimin tim të sinqertë, që drita e Krishtit që erdhi në botë të ndriçoj shtëpitë tuaja, ngushëlloj familjet tuaja, të forcoj ata që janë në provë, të rinovoj shpresën atyre që presin një të ardhmen më të mirë. Zoti ju bekoft, gëzuar Krishtlindjen.